Dëgjoj këtë hadith shumë interesant që flet për agjerimin edhe Kur'anin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: agjerimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robin në ditën e gjykimit. Agjerimi do të thotë: Zoti im, unë e kam privuar atë nga ushqimi dhe epshet gjatë ditës, kështu që ma mundësë të ndërmjetësoj për ta. Ndërkaq, Kur'ani do të thotë: unë e kam privuar atë nga gjumi natën, kështu që ma mundësë të ndërmjetësoj për të. Atëherë do t'u lejohet të ndërmjetësojnë. Kur vinte muaji i Ramazanit, Zuhriu thoshte: vërtet Ramazani është për të lexuar Kur'anin dhe për të dhënë ushqim të tjerëve. Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: hafizi Kur'anit duhet të ushqohet natën kur njerëzit flenë, ditën kur njerëzit hanë, të dallohet me të qartë kur njerëzit qeshin, me devotshmëri kur njerëzit zhyten në mëkate, me heshtje kur njerëzit thellojnë në biseda të kota, me për ulësi kur njerëzit shkujdesen dhe me pikëllim kur njerëzit gëzohen.